Mbrëmja e 9 majit e shndërroi Vlorën në një skenë gjigante feste, duke çelur zyrtarisht sezonin turistik 2026 me një atmosferë e cila solli mod, muzikë dhe energjinë e verës, mes mira qytetarëve dhe turistëve vendase të huaj, në kujdesin e veçantë të bashkisë Vlorë. Qyteti bregdetar, i mbushur me vizitorë që në orët e para të ditës përjetoi një nga netët më të gjalla dhe më festive të viteve të fundit. Në zemër të Lungomares, ku aktivitetet u përqendruan gjatë gjithë mbrëmjes, qytetarë të shumtë dhe turistë ndoqën nga afër eventet artistike të organizuara për nisje simbolike të sezonit veror. Atmosfera nisi fillimisht me javën ndërkombëtare të modës, e cila i dha Vlorës një tjetër dimension artistik dhe kulturor. Pas përfundimit të sfilatës së modës, menjëherë atmosfera festive kulmoi me koncertin spektakolar Buz Detit. Skena e ngritur në Lungomare u kthye në epiqendrën e argëtimit, ku performuan disa prej artistëve më të njohur shqiptar: Jank Zerka, Gjensila Myrtezaj, Adelina Ismaili, Klajdi Aruni dhe Bruno, sollën energji dhe ritëm deri në orët e vona të natës, ndërsa publiku këndoi dhe kërceu në tigujt e muzikës moderne dhe hiteve më të njohura. Performancat u shoqëruan nga efekte speciale ndriçimi, ekran gjigant dhe fishek zjarre, të cilat ndriçuan qiellin e Vlorës, duke krijuar një atmosferë elektrizuese për gjatë gjithë Bregdetit. Muzika mbajti gjallë festën deri mbas mesnate. Lungomarja u mbush me njerëz që shijonin atmosferën festive dhe netët e para të sezonit veror. Bëllë kojan, nësëm këtë është pak. Një pikë kulmore ishte dhe spektakli shumë pritur i fishek zjarreve, të cilën ndriçuan qiellin. Për gjatë gjithë ditës, qyteti ishte i përfshirë nga aktivitete sportive, performanca artistike dhe evente argëtuese, të cilat sollën gjallëri, nga familjet me fëmijë deri tek turistët e huaj. Atmosfera festive u përjetua si një nisje simbolike e verës në qytetin që mbetet një prej destinacioneve më të preferuara të turizmit në Shqipëri. Me javën ndërkombëtare të modës, koncertin spektakolar dhe pjesëmarrje masive të qytetarëve dhe jo vetëm, Vlora dha një mesazh të qartë. Sezoni veror 2026 ka nisur me ritëm, energji dhe pritshmëri të larta për një verë plot turizëm, kulturë dhe argëtim.